Kuhem arber dervishi dhe gjamgjezit e pesevgjes, duke gjetuar në këtë shtepit e vogël prej druri, të vendosur në periferit e Shishtavesit, për kohë sa mund të mbajmen karti. Ajo ndodhet pikërisht në buzët e pillit të dendur, ku bredat shtrihen gjashte si rogjet e heshtura dhe bora grumbullohet shumë gjatë muajve të dimrit. Nuk zote rogj shumë gera, as një karriere prestigjioze, as një llogaritë e konsiderueshme kursimesh, as një anetar të familjes për të folur me. Prinderit e mi humben gjeten në një aksident tragjik me makine kur isha thjesht një femigje dhe unë kalova në per situatat të ndryshme kujdestarje derisa u rita sa për të dale vete. Tani mbigjetoj duke bere punet e ndryshme në per lagje. Njerëzit me kontaktojnë për gjithë shka të imagjinueshme, pastrimin e bores nga rruget dhe shtigjet, riparimin e rubinetave kë pikogjne, instalimin e dekorimeve festive, apo ndrekgjen e gardeve të tjera pastuhive të forta. Nuk ishte punë magjepsese, por ishte punë indershme. Njerëzit ketu gjane vërtet të shelshem. Ata paguajnë aksa munden dhe ndonjëherë përfshinën një vakt të ngrohtë ose një termos me kafe të fresket. Supozoj se mund të tuashke gjamdora e lire gjozirtare e këti kendit e këte të maleve të korabit. Shumë i qenë e ditëve nuk me pengo vetëmi a kevgjen me stilin tim të gjetesez. Ka diçka pak e sorenes gjimin me zurmen e eres kë fershellen në perpe me ose kërsicjen e larget të gomave në boren e fresket. Këndroj kryesisht vetëm, jo sepse gjam i pamikesuar nga natyra, por sepse biseda nuk eshte aftesja i me e forte. Kam një kamionsinet e vjeter te parkuar gjashte, një kuti veglash ke ka pare dite shume me te mira, dhe një rutin e kje me mban të këndreshem. Por krisht lingjet, këgjo ka kene gjithmon e koha me e veshtire, e vitit per mua emocionalisht, i gjithë fshatin drison si një kartoline perfekt. Vargjelambash vezuluese të varurën bi veranda di Kangjela, kurora ne studere, femigje ke ulerin ndersa ndertojne burraborene o borre. Familjet mblidhen se bashku, të keshura dalin nga dritaret e ngriksa, dhe ajrimbart aromene pishes de kanelles. Une kaloj ditet ne vetmi të plote. Ceto vit, nakqer në gjepe me artificialit e zbehte nga papafingoja, e zbukuruj me disa stolita pambledhura ke kam grumbulluar me kalimin e kohes, dhe vërnje qore peleshi të vet me prane oksakut. Pëgjek një sasi biskutash me sheker nga nje, resete ke zbulova online, mbesh qel një dhurëtete vogel per veten, ndoshta një pale dorezatere gjapune ose një liber nga dikani i sendeve të perdorura. Dështirëm sigurisht nga dikush ke vertit kushdeset per mua. Unë shte mënyra ime per të mbushur zbrazetine, per të bere festen ten dihet pak me pak boshe. Por tele brenda ajo nuk funksionon kërre si që duhet. Heshtja në shtepi thjesht ushton me forde me shtipes. Kivit nuk duke ndryshe ndersa po afrohej. Ndersa gjetorin beriti, reshtjeti parate me date Boris, mbulluan gjithçka nesi, dhe une i kalova me ngjesit duke pastruar shtigjet per fkëngjet. Ishte zonja mërtiri e moshuar poshte rruges, e sila gjithmone me gjepte nje kartmone dhe pesemi gjeshe dhe nje perke delgje në shpine. Zoti leka kishte nevojë per riparimin e dere se garazit pasjera e kishte hekur nga shinat. Dhe pastaj ishte fkingja e re e lira hoksa. Ajo ishte zvendosur në shtepine ngjitur rreth njevit me pare, ajo me veranden e madje dhe dritaret panoramike. Nuk digja shumë për të fillimisht, vetëm se ishte në të 30-tat. Punonte si instruktore arti në kendren komunitare lokale dhe kendronte kryesisht vetëm. Ajo kishte kete pamgjete rafinuar, elegante, floket e zinjte valezuar ke shpesh i lid të pas, si te kalterte karte ke dukeshin sikur të shinin drejt për drejt. Dengje mënyre sheljeje, kë suggeronte se kishte kaluar disa pervogja, të veshtira por kishte dale me e forte. Tashet hemet nefshat ishin se ajo kishte kaluar një divorce fidus dhe kishte lene kytetin për të filuar një gjete të rene komunitetin tone të kete malur. Ajo nuk ishte e pamikesuar saktesisht, por kishte ngjeja gjerë të rezervuar, sikur po ndërton të mure për të mbajtur botën në distanci. Ndër veprimet tona filuan të vogla dhe të parendesishme.
Herën e pare që folem, vërtet ishte dimrin e kaluar kur një stuhi i mbuloj rrugën e makines me dikembe bore. Unë po pastruja shtegun tim kur i pashe atë duke u munduar me një lopate. Keshtu ke shkova dhe ofruva ndihme. Ajo hezitoj per një sekundi, sikur nuk ishte mesuar të pranon të favor, por pastaj të ndikoken me një falemindrit taketi. Me mori një ore, por në fund, rruga i saj ishte e paster, dhe ajo kembe ngulite me paguante me një pjate biskotash shtepi. Pas ke saj, u be një model mesnesh. Unë reguloja dritën e saj të verandes këndizej e fikej, ose pastrogja një tup të blokuar, dhe ajo me shperblente me një filksën kafe të neksete, në mëngjeset eftota ose një fete bajrek. Bisedonim shkurtimisht për motin, festat e ardhshme, ose si po mbaheshin shtigjet e pilit pas shkrirgjës së boris. Asgjë e tele apo personale, thjesht biseda fëngjesore. Ajo kishte këte ngrotesi poshte pamgjes se saq të ruajtur, nje buzekeshje delikate kyete bente të ndiheshe i pare pa u munduar shume. E gjegja vetën duke pritur me padurim ato momente, e të nese nuk ja pranogja vetes me vetedje. Ndërsa nata e Krishtlin gjeve po afrohej, lagja gumegjinte nga aktiviteti, dritët vezullonin nga qaduqati. Kenge Krishtlin gjesh vinin me eren, dhe aroma e geshtën gjave të pjekura vinte nga diku poshte rruges. Isha gjashte shtepise, si me atë mbremzhe, duke u mare me nje varg dritash në kangjellat e verandës. Lambat ishin të vjetra dhe kapricioze. Ngjera vazhdonte të ndizej e fikej sikur ishte gati të hikte dore plotesisht. Dili kishte perenduar pas maleve, duke pikturuar kielin me vjollse të tele dhe portokalli, dhe ajri ishte aki freskecët e pikonte. Isha i zitur në punën time, duke u perpjekur të mos mendogja per një nati që tërë të heshtur per para, kur dhe gjova hapake kërsisni në per bore. Ngrita kokende gjaku ishte ajo, Elira. Duke kendruar në buzete o borrit tim, i veshur nga kokat e kembet me një kostum të kuk të ndritëshem babakgjishi. Skagjet e bardhat e leshta kapnin driten ke shuhej, dhe ajo kishte një kapele të ngjashme të vendosur në koke, i kompletuar me një pompon kele kundej ndërsa ekte. Në duar më bante një kuti të vogel të mbeshqele me leter të kuke me shkelkim, të lidhur me një fjongo. Ajo dukej ke sharake dhe teresisht simpatike në të njështën kohe, fakete saj të skukura nga të ftotit. Një shkelkim lozon gjarë në site e saj ke nuk e kisha pare me pare. Ho, ta ajo me nje buze keshgje, zeri i saj i lehte dhe ngacmues. Krishtlin gjet gjane ketu, tfare dëshiron këtë vit. Une u drodha, i zene në befasi, dhe leshova një te keshur pavaresisht vetis. Elira, tfare eshte e gjitek gjo, ajo ngriti supet, duke u afruar. Thjesht po perha pak gezim festash. Babakgjishi kanë gjë dergese per doren e lire të lagjes. Ajo zjati kutine, biskotamendova nga aroma e embelke vinte, por kishte diska me shumene shprehgjen e saj, nje per zjerje gjalezie dhe miresie të vertete. Mora kutine, duke nxerenja ngrotesi këme ngjitej në kafe, kë nuk kishte të bente me teftohtin. E po, u faleminderit, por nuk ishte nevojë. Ajo anoj koken, pomponi i kapeles i ranash, të gjithë kanë nevojë per pak magji në kete kohë të vitit, keshtu ke seriozisht, Krishtlin gjet kete vit, çfarë dëshiron. Unë hezitova, duke ferkuar kafen. Me duke i budalla lek, ti pranogja asaj diçka të vertite. Keshtu, nuk do t'i thuash askujt apo gjo? Babakgjishi nuk i zbulon kure sekretet e klienteve, u perg gjig gjagjo me një të shkelur siri, duke nakzgjere një kope letre të vogel të një stilo laps nga kshepi, shkruagje. Tradita të të senese i gjeg në okshak mund të behet realitet. Une e shikova letrën per një moment, pas taj mora stilo lapsin. Dora me dridhaj pak ndërsa shkruagja shkaravitur. Thjesht dëshiroj kë këtë vit temos i kaloj Krishtlin gjetve tem, e palosa dhe i adhashe. Ajo e shikoj shpejt, buzekeshja e saj u zbut, pastaj e futi në kshep. Para se të thosha diçka gjeter, ajo u afrua dhe me puti lehte në fake, e bute e shpejt të por mjaftueshem për të me denenje shok. Gezuar Krishtlin gjet, arber, flini mire. Dhe ashtu ajo u këtje dhe u largua në perbore drejt shtepise se saj.
Kostumi i kuk duke u daluar kunder pajzazit të bardhesin e fener. Këndrova ati i ngrirë në vend, kutja me biskotajnë dhe në duar, fakgjaj me ke me guduliste ati ku kishin këne buzet e saj. Ndjarë sa dira e saj, umbil me nje klik, me në fund hira brenda, duke pares gjarin në oksak, për here i te pare pas vitesh. Pjes gja vetën nëse ndoshta, vetem ndoshta, mrekullita e krishtlin gjeve ishin reali. Por ndjarë sa shtrihesha ne, shtrata te e nate duke pare tavanin, dishimi me kapluj. Ishte tesht nje e gjest fkin gjesora po diçka me shume, nuk digja, por mendimi me e mbajtis gjuar shume pasi fshati ishte ketesuar. Mengjesi pas natës se krishtlin gjeve zbardhi, i kthjelet e iftotej, logji i drites se dimrit, të shishtave kit kë i shënderon boran, në nxem buleseve zulluesinan, nje kjel tek alter të mpreshte. Nuk kisha fjetur shume, ndoshta di ore në rastin me temire. Mengjaj me vazhdonte te ritregonte skenën në verande, e lira me ate kostum ke sharak babak gjishi, ngrohte sia e put gjese saq ne fake. Menira si me kishte pare para se te largohi. Me duke i sinje ender, ose ndoshta tjesht nje gjest, i mire nga nje fkinjë kë perpike te perhapte pagezim. Deri në momentin kur dielli u nëngjit mbi bredha, e kisha bindur veten se nuk ishte as gje me shume. Njerezit bajshne gjera ke sharake gjate festavi. A gjo ndoshta du të harronte deri në mengjes dhe une gjithashtu. U zvarita nga shtrati, hodha ugje të ftohte në fytyre, dhe u drejtova per në kugjine per të bere kafe. Shtepja ishte e kete si gitmone, pema në cep duke i pake trishtuar në dritën e dites, dritat e saj të shkeputura. Isha në gismet të filksanit, tim të parekur nje trokitje ushtoj në dere, e më prete dhe kembengulese. E vendosa filksanin, i habitur, zakonisht askush nuk vinte kak heret, sidomos në mengjesin e krishtlindjeve, kur i hapa deren, ishte e lira, e mbeshtile me një pal të të trasheleshi, shalin ret kafes dhe një pale doreza kembanin një termos. Faket e saj ishin roze nga teftotit, dhe a gjo buzeke shi sikur në taj me pashme nuk kishte ndodhur fare. Ose ndoshta sikur kishte ndodhur, dhe a gjo nuk e shketeson të aspak. Gazuar krishtlindjet, arbertha a gjo, zeri i saci gjalle. Shpreso është mos jeni shume i zene, mund të me duhet një dore sot. Une u drodha ende duke u zgjuar, sigurisht. Qfareka, ajo ngriti termosin, avulin grihe nga kapaku dhe nje sante kanavace e varur në shpatull. Kam paketuar një sasik gjera shperte moshuarit në kender dhe disa ta izoluar në per, fshat. Biskota shal, stoli te vogla. Mendova se mund të shperndanim se bashku. Gju njihni rruget me mirese unede. Epo, eshte me argetuese me shokeri. Une hezitova, duke hedhur një veshtrim prapa në shtapine tim të zbrazit. Planin per ditën kishte kene i zakonshmi, të meresha me disa vegla në depo, ndoshta te beja një shetiqe në pil, të shtiresha sikur festa nuk me rendonte. Por diçka në sita e saj, e tur, po tuaj se plot shprese me tërhoki, po në regull. Me gjep 5 minutat e mar palton. Garkuam kamion si në entime me çantat e saj dhe unisem, gomat kerqisnin me bibore në fresket. Ndale sa i pare ishte shtëpia e zonjës mërtiri, veja poshte rrugës ke kishte humbur burin, e saj nga kanceri disa vite me pare. E lira trokiti dhe kur dera u hap, a gjo i dorezoj nje kuti biskotashme një gezuar krishtlindjet të ngrohte. Fytyra e zonjës mërtiri undrisua dhe a gjo në terhoki brenda per nje bisede të shkurter. Une pashe ndërsa e lira deg gjonte me vemengje, duke pjetur per një perit e mbesat e groase moshuar dhe magje duke e ndihmuar ate të vartengje kurore të rene dere. Nuk ishte e detiruar, ishte e sinkerte, sikura gjo dinte saktesisht si të bente dike të ndihe me pak vetëm. Pas ke saj, shkuam në disa shtepita gjera, nje sifte moshuarish femigjet e të sileve gjetonin gjashtë të shtetit, nje veteran ki ralle largohej nga veranda e tij, nesh dondalese, e lira mbante men detajë. Si po shkon projekti gjuaji turgjes zoti doda, ose solla biskotame arra ekstra, jane te preferuara tuaja, apo gjo. Une ndihmova kumunda, duke mbashtur kuti ose duke reguluar një shkalle të lirshme në verandën e dikusht. Nga mesdita, kishim mbuluar gjismen e listes,
Dhe kamion sina I membante e rekanelle dhe pishe nga kurora e vogël ke ajo kishte bere. Undalem te shtëpia e saj për një pushim, dhe aty gjeratu bene edhe me tek gjalla. Një grup famigjesh te lagjes u shfaken. Fjala duhet te ishte për hapur për materialet e saj te artit. Dhe e lajra e këtiu domen, e saj tendengjes në një punishte te improvizuar. Ajo shtroj letër markera dhe shkelkim në tavoline, duke u treguar atyre si te benin karta me dore dhe te dekoronin një rezekëshen shefili. Edhe une përfundova të lenitei, duke ndihmuar nje gjale te vogel me emrin Flori te ngjiste te la shkelkimi në nje figure burebori. Doma umbush me te keshura, të tilla ke kersejne nga muret dhe largojne këtesini. Elira le viste në per te gjita me hir pa mundim, duarte saq duke udhahe kur gishta te vegjel, buze keshja e saq kurre nuk zbehej. E kapa veten duke e pare ate me shume se një heri. Menyren si I shkelkenin si të kur një famigje, shkelkente na kryzhimi I tajsh, si I largonte një figje, floku pas veshit me një dore të lir me miel. Nërsa pas dit që vazhdonte, famigjetu larguan dhe Elira suggeroi të shkonim ne, sheshin e fshatit per të ndihmuar, ne ngritjen e pëmesë se madhe komunitare. Ishte një tradite, njerëzit mblideshin per të varur stoli, per të vene drita dhe per të ndare vere të zjerme e reza, mberitem pikerisht kur djeli po përendonte, duke pikturuar boren në nuan këte arta, një turme e vogel ishte tashme ati, familje qifte, disa vetmitare si që isha une zakonisht, Elira u hod me njëhere në pune, duke unë gjitur në një shkale për te varur, vargjen dersa une e mbagja poshte. Familjet vraponin duke hedhur topa bore ndaj njeri qetrit, dhe njej moshuar luan të kenge kristlingjesh me kitaren e tij. Per heret të pari pas vitesh, ndihesha pjesej e saj, gjo tjesht një vezgjes ki regulon të gjerat nga anash, por në të verte të nemes, duke keshur kur një lambe, shpetente os duke brohoritur, kur illi unë ngrit në magje. Në kohen kur pema undez, kjeli ishte e resuar dhe sheshi shkelkente me ate drite të bute, magjike të festave. Njerëzit filluan të shkonin në shtepi, por e lajra kendroj, duke ferkuar duart kunder të ftotit. Ajo u kthi nga une, frima e saj e dukshme në agjer. Këgjo ishte argatuese apo gjo. Faleminderit ke erdhe, nuk du ta kisha bere pa ti. Une tunda koken, duke futur duart në kshepa. Po, ishte me mire se të rrigjakot. Ajo ndaloi duke hedhur një veshtrim të fundit pëmes, pastash perseri nga une. Kishte nje hezitim në zerin e saj, sikur po peshon të fjalet. Dhe gjë arber, son të jam vetem une me pak vere në shtepin e tajmë. Asgje luksoze, por nese nuk po beni asgje, gjeni I mire pritur të bashkohini, vetem nese dashironi. Zemra me kersu, nuk ishte me shire, ndihej e vertete, si njefte se nga dikush ke kupton të dimgjen I kete testines, e takova me si dhe buzekesha, du teme pelkente, a të mbrem gje pas ndezgje se pëmes neshesh, e shokerova e liren neshte pine e sajne per boren kebin të lehta, lagja ishte gjale me shkelkimin e dritave të festave kë reflektoheshin nga toka e bardhe dhe gjurma e larget e kengeve të krishtlindjeve kë vinin me eren. Nuk folem shumë e gjate rruges, tesh një heshte e rehatshme, cizmet tona kërcisnin në unison. Kur arritem në verandën e saj, ajo me falenderua per seri per diten, syta e saj ndaluan tek unë një sekonde me gjate se zakonisht. Unë tunda koken, I tha shenatën e mire, dhe u ktheva në shtepin e time, ngrotesja e veres se zjerende në venat e mia. Por ndersa hira brenda, duke shkundur bore, nuk mund të hik gjen se diçka kishte ndryshuar. Dita kishte kene plot, me shume se qëto krishtlindje ke kisha njohur prej vitesh. E me gjithate, ndersa vargja palton, ketesia e vendit me shtipi per seri, ndeza një zjarën e oksak, me shume nga zakoni sesa nga nevoja, dhe u ula ati duke pari flaket, duke ritreguar momentet, te keshuren e saj me femigjet, menyren si me kishte vezguar në shkalle, atefte se per darke. Hodan gje si ores. Po behaj vone, por jo shume vone. U derove me një kemi shete pastir.
Moratie shishe vere ke kisha ruajtur në kilar, dhe u drejtova atje para se të mund të hikgjadori. Drita e verandës se saj ishte ndezur, duke hedhur një pelg të artem bishkalli. Trukita dhe ajo i hapideren potvaj se mëngjehere, sikur me kishte pritur. Ajo ishte veshur me nje pullover të butede kësin se tani, flokete saj të leshuar mbi supe, dhe shtepja mbante e rehudre dhe baristeshke zjenin në sobe. Hini, ta ajo me nje buzekeshe, koha perfekte. Makaronat janë gati, vakti ishte i tjeshte, pikerisht si që kishte premtuar, spaghetti me nje salce domate shtepje, nje salate anesore, dhe vera ke solla une. Hengrem në tavolinen e saj te vogel të kuzhines. Zjarri kersist në domen e ndengjes per tej. Biseda rjedhi lehte në fillim, per dergesat e ditës, si kishte dale karta e burit të bores se florit e shtremberuar por e adhurueshme, si duke i sheshi i fshatit në ndrita. Ajo me tregoj per klasat e saj të artit, si i pelkente të shite femgje të zbulonin se mund të krigjonin diçka të bukur nga asgjegja. Unë ndava pak per punet e mjete ndryshme, si regullimi i gerave per njerezit me bentit e ndihesha, i dobishim në një bote ke me kishte ma reakshu me heret. Por ndersa pjatat zbrazeshin dhe gotat e veres mbusheshin, biseda u be me e keti, me personali. Ajo pjeti per prinderit e mi dhe une i tregova historine, jo detaljetit mershme, tesht faktet, aksidentin shtepite e kujdestarise, mënyrën si isha kapur paske saj shtepje sikurishte. Kopa i fundit e tire ke kisha, me vjen kek të ajo butesisht, doraj saj e mbeshte turne tavoline pranetimes. Kjo duhet ti kete bere festat të veshtira. Une ngrita supet, por doli e sforkuar, me sohesh, ose perpikesh. Ajo tundi koken, duke pare negoten e saj. E kuptoj, pas divorcit tim e po, le te temi ke krishtlinjet, e kaluara ishin të parat e mia vetem gjithashtu. Pa tradita familjare, pa asken per tendare pemen. Po tuaj se nuk u mora fare me dekorime. Ken rua me kete per një moment, shkelkimi i zjarrit vezulonte ne per mure. Kur me ne fundu ktheva në shtepi, ajri i nates ndihej me imprehte, por nënje menyre të mire, si kur kishte pastruar diçka brenda megje. Elira me per kafojte dera, shpeshte ngrotti, dhe une e ka ne për shtegun e shkurtër drejt shtepise si me mengje letesi ke nuk e kisha ngjere preshkohesh. Por ndersa arrita në veranden time, diska mera në si, nxekut i vogeli vendosur në shkallën e siperme, imbesht gjellej militer argjendimin gjë fjongo të kukej. Pa i merë, por bashkangjitur ishte nxë kartoline ke shkruhej me shkrimta regullt. Nese këndon gjë dashirete patene, e gjë. Babak gjishi eshte ndëzgjuar dhe popret. Pulsi mu shpeshtua, mora kutine e lehte ndoshta çokolata ose diçka e vogel dhe shikova kartolinën. Duhejte ishte nga gjo. Kush tjetër, hodangjesi prapa në shtepine e saj. Dritat ishin ndendizur, para se të mendogja shume, futa kutine në krahun tim dhe kalova per seri o borrin, duke trokitur letën e deren e saj. E gjoj hapi me nje buzekeshje të ditur, duke u terhe kur me njane perta me lene të hija. Nuk rezistove dot, apo gjo, angrita karten, que gjo eshte puna gjote. Fa historia tha ajo, duke me quar ne dhomen endengjes. Zjarri ishte i ulet, duke hedur një nuanse portokalit e ngrote mbik gjitska. Në tavolinen e kafese ishin di, filksane me cokolate të nksete me avull, me marshmallow siper. Ajri mbantere cokolate de vanilje te perzier me pishen e zbehte nga pema e saj në sep. Ajo me beri shenje te ulesha në divan de une ula, kutja ende në prehyr. Hape me naksiti ajo, duke u ullur prane megje. Brenda ishte një stoli e vogel e pikturuar me dore, një il prej druri me tela de bore delikate teg dhe ndura rreth skajeve. E bera në klase, shpjegoj ajo. Mendova se mund të duke mire në pementuaj. Ishte perfekte, tashe, duke e këtjer në duar. Faleminderit. Pime cokolatene në ksete në ketezi mikesor per pak, zjarri kërsis të butesisht. Pastaj ajo vendosi filkshanin e saj dhe me shikoj, shpregja e saj u be serioze. Arber, mendon se gjej vetmi këjen gjere vetem, e vërteta eshte, çdo vit unë e shkruaj nje dëshire pikerisht si e gjotja, duke shpresuar kë dikush te trukase.
Tenda gjenati te verte te krishtlinjesh. Fjalet e saj kendroninati te brishta dhe te paperpunuara. Në gjëva diçka te qahej brenda megje, një murke kisha ndertuar shumë koheme pari po filonti te leshonte. Pëmenduar, zgjata doren dhe jamora doren, te bute, te ngrote, te kendrueshme. E lajra nëse gjam une ke trokas kete e vit, a dote, a mund te hapesh ndaj diçka gjetere, a gjo nuk u ter hok. Si te e saj shkelkenin ne dritën e zjarrit, nje loti reshkit i poshte fakes. Per një moment te gjate, a gjo ishte e heshtur, pastaj tundi koken nga dale. Po, mendoj se mundem. Folem atëhere vertet folem. Une u hapa per festat e zbrazeta, si i bligja duratave tes vetem per tu ngjere normal, si heshtjan e shtepin do njëhere ndihej si një peshe ke nuk mund ta shkundja. A gjon dau per martesën e saj, si kishte filluar me premtim por ishte shkaterruar nën tendoshjen e jendrave të pambledhura, duke e lënë atet e pjeste vetën nese ishte e afte per dashuri fare. Erdha ketu per tu fshehur pranoj agjo, zeri i saj me zi një peshperiqe, por ndoshta edhe une po prisja diçka, ia shtrengova doren, ndoshta te di, por shketesohem, une gjam thjesht ki gjale me duar te ashpran në një shtepi të renuar. Tigje e forte i talentuar, a gjamune mjaftueshem, a gjo u afrua gishti i saj i madfer koj gishtat e mi. Askush nuk eshte kur e mjaftueshem per magji arber. Thjesht duhet te besosh në te. Zjarri u shuan dersa oret kaluan, por ne kendruam ati, duart te nderthurura. Pesha e historive tona duke u letasuar pak. Per here të pare, krishtlinjet nuk ndiheshin si nje fund, ndiheshin si nje filim. Gjavet pas kristlinjeve u shkrinen e njeritem të bute këndihej potuaj se shume i mire per te këne i vertete. Janari soli reshje me te renda bore, duke mbuluar shishtave si në një heshtje te këte. Por per here të pare, shtepja ime nuk ndihejak bosh. Elira de une krigjuam një model të lehti, mengje se me kafe në verandën e saj kur dieli de pertonte ne per re, pas dite ku une e ndimoja të regulonte materialet e artit per klasat e saj, mbremgje duke ndare darka të thjeshta pranes zjarrit. Nuk ishte dramatike, nuk kishte deklaratat e medha apo takimet e shpejta, qest momentet e vogla ke ndertoheshin bin gjerat që tren, si bora ke grumbullohet në një dege derisa agjo të perkulet. Agjo me tregonte per projektet e fundit të studenteve të sej, syte e saj drisonin dërsa per shkruante akvarelin e parete sukseshem të nje femje. Unë ndagja historin nga punet e mia të riparimit, si regullimi i qatise se zotit leka pas një stuhi akulli, dhe agjo keshte me imitimet e mia të plakut të zemeruar. Kontakti fizik erdhi natyrshem gjithashtu, nje dore në krahun tim, nje per kafim lamtumire ke zgjaste, të putje, fillimisht të ndroqtura, pastaj me të tella. Sikur të di por izbulonim diçka ke kishim harruar se na duhej. Por ndersa viti iri u vendos, dishim i filloj të ngjitej si brimen e dritare, filloj me pesh perigjet. Shishtave si eshte nje, fshat i vogel. Njerëzit flasin, sidomos në dikanin, e fshatit apo në restorantin ku haja dreke me spuneve. Nje e pas dite, po me rëgja gozde në dikanin, e materialeve kur plaku zoti mertiri me terhoki me njane. Dak gjova ke pokalon shume kohe me atë mes wesen e reng gjitur. Ta aji, zeri i t'i gjiulet por gjo i pamikesuar. A gjo ishte një grua e mire, por e po ka kaluar shume veshtire si me atë divork. Njerëzit thone se a gjo mund të mos kendro gjek gjate ke tire aneve. Une e largova me njetun gjekoke, por fjalet i tish me mbeten. Me vone atë jave, në kafene me disa gjem ke i njih gjeke nga shkolla e mesme, u permen per seri. E lira jeshte e zgjuar, pa dishim, të njerim bibiren e tish. Por agjo jeshte qfare gjetje vjet me e madhe. Ka atelu sterkyte ti, që i sigur se agjo nuk po kalon tjesht kohen derisa të vizhe diçka me e mire. Ata keshen si shaka, por me goditi fort. Shikova në goten tem duke ngjire atë pasigurit e vjeter të ngrihe. Agjo ke me pesh peristi se isha tjesht nje dore e lire me duarte ashprade nje gjete të renuar. Qfare kisha une per të ofruar dikusht si agjo? Nje grua që ke kishte ndertuar nje karriere, kishte udhetuar, kishte perbaluar dhimgje zemre, dhe kishte dale me e forte. E imagjinoja e te duke u paketuar nje dite, duke u këtir në dritate Tiranes ose me tej,
duke me lene mua me gjetjeter festi të zbrazet për të përbalur vetem. Nuk ndihmonte as faktike Elira duke që shperkendruar gjithashtu. E kapgja duke pare nga dritargjak gjate bisedave tona. Gishtate saj duke vizatuar modelen e tavoline sikurisht e humbur në mendime. Në gjembremgje, andersa i shimulur prane zjarit të saj me filksan e qagji, agjo me në fund foli perkete. Mora një letër sot të agjo ketesisht, duke neks gjeri ne zarfen nga çanta e saj. Ishte nga ne shkolle artine Tirani. Luke i ofruar asaj një pozicion me kohete plote, pageme të mire, me shume studente një shans për të ekspozuar punën e saj. Shte agjo ke kam dashur gjithmone me pare se gjithska të shkatero hejme ishin tim. Zeri i saj u tjepak dhe une pashe konfliktin ne si të i saj. Agjo me tregoj per telefonatën nga nena i saj një dite me pare, duke e nëksitur të merte. Ma mi thote se po e soj dem talentin tim këtu, duke ufshehur ne male, se une meritoj një fillim të rine një vend me shume gjete. Une dek gjova, stomako im po me shtrangohej. Një pjesë e im gjadonte ti lutesha të kendronte, por një pjesë e qeter pjesë të vetën nese ata kishin të drejte. Apo e mbaja une ate. Një gjales i une pa diplome, pa endra të medha per të imbajgjes, se lagjes në funksion. Tensioni undertua gjate diteve në vigjim, në ende tako heshim, shetigje në pil, duke e ndihmuar ate të pergatitej per klasat, por kishte njënën tekst, si njëstu i këmblidhej në horizont. Une u terho kapak, duke u gjitur në pune, duke reguluar garde dhe duke pastruar u luke per të shmangur, per balgjen me ta. Elira e vurire sigurisht. Agjo pjeste nëse gjithska ishte në regull, dhe une të ndogja koken duke ndryshuar temën, por nje në te në fund të janarit, ndërsa nje reshgje e fresket bo rembuloj fshatin, gjithska arriti kulmin. Isha në veranden time duke pastruar shkalet kur agjo u shfak në per floket e Boris, e mbeshgjele me palton e saj, duhet të flasim të agjo frima e saj mjegullon të ajrin. U julem në veranden time, bora binte dendur rethnesh, duke fshehur boten. Agjo mori frimetelle. Arber, nëse une largo hesha, nëse do te emergja punen në Tirane, a do ta pendo heshe kete. Ne, pjeqa kendronte ati, e rende si thelat e Boris ke vendo se shin në kangjele. Shikova pilin, pemet fantasmete e bardhane driten e zbete. Zemra me rihte, por e detyrova veten të isha i sinkerte. Nëse shkon, po, do ta pendo hesha. Jo sepse do te fagje sogja ty, por sepse do te hesha te shkrua gja dëshira në kopa letre, duke varur drita per asken, duke u shtirur se mgjafton. Krishtlindjet nuk do te kishin me ate magji, por nëse ti kendron, te premtoj se do te siguruhem ke te mos kalosh asnje feste që terve tem. Do te gjeme ti qdo dite duke ndertuar diçka të vertete, agjo ishte e kete per një kohete gjate, lotet ingrine në kerpike, pastaj u kthie nga une, zeri i saj dridej. Mendova se nuk i merito gja me deshirat. Pas divorcit, ndihesha e tajr, sikur kisha harqor shanset e maja, por takimi me ti, ai kostum ke sharak babakgjishi, me nira si ke keni ati pa kerkuar asgje, me berit e besogja per seri, babakgjishi me dagjo edhe mua. Agjo u afrua dhe une e terhuka prane, koka e sa që mbeshte turne shpatulen tajmen dërsa agjo kante butesisht. Bora vazhdonte të binte, duke mbuluar gjurmet tona, por në ate moment, teftotit nuk na preku. Ne umbajtem njerit qetrit, pesha e frikerave tona, ungrit aksa per talene, shpresen të reshkis të brenda. Pranvera erhin ne shishtave kësinje shkrirgje nga dalta, bora u terhok nga qatite dhe shtik gjet e pilitu bene me balten në kembe. Ajri u ngro, duke mbartur aromene reshires se pishes dhe tokes se fresket, dhe fshatish kundi këtesine e dimrit me kengezogësh dhe gjurmene lageta makinave te kositjes se barit. Per mua, e sezon dihej si një fillim i ri, jo vetem ne emot, por ne gjithçka. Pas asaj në te në verande, të mbeshgjele në krahet e njeri qetrit ndërsa binte Bora, Elira beri zgjedhjen e saj, agjo refuzoj punën në Tirane. Mbajmen ditën kur me tha, agjo u shfak në dëren tajme me letrën e refuzimit në dore, fytyra e saj një përziergje nervozizmi dhe vendosmërie.
Unë e tërë hokanenje per kafim, lehtesimi me kaploj si shkrirqa i pranveres. Nuk ishte vetëm per ne. Ishte per te, që porimer të gjeten, i saj si pas kushteve të veta. Agjo nuk donte të fraponte pas dritave të kytetit apo siguri se një mundesi e me të madhe. Në vend të kesaj, agjo u hod në ndërtimin e diçka e ketu. Nga prilli, agjo kishte filluar të ofronte klasa arti në kendren komunitare, sesione falas per femigjet pas shkolles ku atalienin me bogjen ne kanavacete modelonin argjilen në kafshet e tregulta. Fjallau per hap shpesht, dhe se shpeshti edete moshuare tu bashkuan, duke ardhur per punisht të akvareli ose retete teshta vizatimi. Elira kishte një durate per kete, agjo u legj me ta, duke u dhehe kur duar ke dridheshin nga mosha, duke inkuragjuar histori ndërsa ngjirat lulezonin në letije. Arti nuk jeshte perfection, thoshte agjo. Shtete ndihesh per seri gjale, unë u përfshiva ku munda, duarte mia ishin mesuar me shume me çekiqa sesa me fursa, por unë ndihmoja ne vendoshjen e pikturave ose përzierjen e bogjerave, të ndonjë here edhe bashkohesha, duke vizatuar pe me te e çuditshme ose malekye dukeshin me shume sinjolla. Femigjet i donin, duke me ngacmuar per krije veprat e mia, të Elira keshte, si te e sa gjrudheshin ne sepa në një mënyre, ke me shtrengon të gjoksin. Por projekti yne me i mad ishte shtepja. Shtepja ime e vjetër prej druri kishte kene gjithmon e tesht funksionale, një catim bikoke asgje me shume, se bashku ne e transformuam ate. Pastruam papafingoni pluhurosur, ferkuam dishemeti di ektem domen kriesore në një hapesire komunitare. Agjo pikturuim ret me një blutebute si kjelli i shishtavecit, dinishtuam rafte per materialet e artit, një tavoline te made per mbledgje, de karrige te rehatshme prane Oxhakut, agjo u benje kender, femigjet vinin per te vizatuar pas shkolles, fkingjet ndalonin per kafe de biseda, magje edin një grup javor pjekjeku njerëzit, mezonin te benin byreke ose biskota. Elira drejtonte pjesën me të madhet të saj, energia e saj tërhikte njerëzit, por unë merresha me anën praktike, duke reguluar një karrige të lekundur, ose duke instaluar ndryqim me të mire në mënyre kë hapesirate, ndihej mikpritese edhe në ditet me stuhi. Në dersa mua është kalonin, gjeta gjonese bashku uen në diçkat të këndrueshme dhe reale. Kalonim fundjavat në kopshtin pas shtepis e sesaj, duke mgjele lule ke lulezonin me shpertiming gjirash në vere, tulipane dhe margarita ke agjo i kishte zgjedhur per rezistancën e tyre. Unë eshte gjakosite se në dersa, agjo pastronte barerate e kekigja, dhe flisnim per gjithçka, endrate saq per te ekspozuar artin e saq një dita, shpresen time të kete per te zgjeruar punën time të riparimit në një biznes të vogel, kishte piknike prane lumit kur moti zbutet, ku paketoni sanduiset dhe shtriheshim në një batanie duke parerete kë kalonin. Mbremjet shpesh per fundonin me në verande, koka e saj në shpatulentime, yjet vezulonin si per. Kontakti fizik u be natyre e dyte, një putje në kuzhine e dora i saj në timen gjate, shetitjeve në per pil. Në nuk nësituan asgje, nuk kishte etiketime të medha apo planete nësituara. Ishim tjesht në duke u shëruar në menyra të vogla dita pas dita. Sigurisht, nuk ishte gjithçka e kete. Pesh peritjet nga fshati kendronin here pas here, një ngritje vetylle në restoran, një pjeqe me kellim të miren nga një fkinj pera të ndryshim moshi. Dhe Elira kishte momente të saj të dishimit, gjehona nga martesa e saj e kaluar ke e benin të terikegjën don gjehere, duke pjetur veten nese ishte gati per kete. Une e siguroja, duke imbajtur gjatë neteve kur shfakeshin kuqtimet e vjetra. Per mua, vete dishimi me kaploj gjithashtu, duke pjetur veten nese mund t'i gjepjan don gjehere gjeten kje agjo meritonte. Por ne flisnim per kete, gjit mone pranes gjarit ose nen kellin e hapur, dhe dilnim me të forte, nga koha kur krishtlinjet e ardhshme erdhen. Shtepja ishte gjalene menira ke nuk I kisha imagjinuar kurre. Kishim pritur mbledhje vjeshte me fenere te varur nga pemet, dhe nxeres kendanin histori rretnje zjarri. Por sezoni I festave e ktheu gjithçka në rret. Elira kembengulin e tradita, duke dekoruar hapesiren komunitare me stoli të bera me dore nga klasat e saj, duke pqekurtava me biskota per fkingjet.
Në natën e Krishtlindjeve, ndërsa bora mbuloi per seri token, ajo u shfaq në derën time me të ngjeshtin kostum të kuk babakgjishi, kapelen pak të anuar, një buzëkeshje gjallëzore në fytyrën e saj. Viti i dytë, tha ajo, duke zgjatur një kopë letre, çfarë dëshiron këtë Krishtlindje, more stilo lapsin duke u shtirur se mendogja fort pastaj shkrova fjalët e mia. Ajo e leksoi buzëkeshja e saj u zgjerua dhe u afrua për një puthje të ngadaltë. Te embel si e para, por me të le, e mbushur me peshen e vitit që kishim dare. Atë natë, u ulem pranë zjarrit në shtepin e rinovuar, do ma shkelkente me drita nga pema që kishim dekoruar se bashku. Gjashte, bora binte butesisht, duke mbuluar bote me të bardhi, por brenda hapesira gumexhinte me ngrohtesi. Mik të fkinje kishin ardhur të shkuar me heret, duke lene pas gjehonat e te keshuravi, por tani ishim vetem ne, doraj e sajnë timen. Flaket ke valizonin në sitej e saj, shtapia nuk ishte me bosh. E gjo ishte plot me art në mure, me plane perte ardmen, me një dashuri që kishte filluar me një kostum kesharak dhe një dashiret e peshperitur. Ndërsa shikonim boren ne per dritare, kuptova se kjo ishte magjia që kisha shpresuar gjithmone. Jo një mrekulli e papritur, por diska e ndertuar nga dale me këndrëshmeri, si rëngjet e atyre bredave në pil. Elira kishte zgjedhur të këndronte, dhe duke bere keshtu, ajo me kishte dene me shume se një shokeruese, ajo me kishte dene një shtepi këndiheq gjale, desto Krishtlindje pas kesaj, kur ajo du të bente per seri atë pjegje, per gjigja ime du të ishte ingjeshta, thjesht gjo, thjesht ne. Kuhem arber dervishi dhe gjamgjezet e pesevgjes, duke gjatuar në këtë shtepit e